Por çfarë po ndodh? Administrata e Donald Trumpit, ndoshta edhe për strategji, ndoshta edhe për të bindur opinionin dhe për t'i treguar opinionit që premtimet që kam dhënë do t'i mbaj, këtë lloj strategjie e ka përdorur në mënyrë demonstrative, pra në mënyrë publike, duke i bërë publike të arrestimet, duke i bërë ndërhyrjet, duke futur gardën, dhe çka ka shkaktuar në këtë rast, ka shkaktuar edhe atë indinjatën, edhe ka pas një farë indicje tek popullata dhe tek ato grupe të cilat janë kryesisht jo vetëm që janë të ndjeshme, po e kanë edhe si ushqim këtë lloj mënyrë proteste për të protestuar dhe për të ngritur në raste të tilla. Dhe kështu ndodhi dhe në Los Angeles dhe kështu ndodhi dhe në Minneapolis. Pra, edhe kjo administrata e Trumpit tani e ka kuptuar fare mirë se si veprohet dhe se si do të shkohet në shkallën e dytë. Në fakt, po, situata është përkeqësuar duke qenë se ka pasur edhe të vrarë dhe këtu kapen edhe grupet që organizojnë apo do të organizojnë edhe protestat e mëdha në shumë shtete të Shtetet Bashkuara edhe gjatë kësaj fundjave. Një koment tuaj në lidhje me këtë ashpërsim, acarim, përplasje nëse është vërtet reale, apo shtohet për arsye të tjera politike, kush merr pjesë, pra kush janë këto grupe që organizojnë të tilla protesta, çfarë mund të fshihet pas tyre, një agent tjetër? Shqipe, këtu kemi të bëjmë pastaj bëhet shumë komplekse kjo dhe detajet e saj e këtyre çfarë po ndodhin dhe çfarë po shikojmë deri tani janë se këtu përfitojnë më tepër, përfituesit më të mëdhenj janë grupet anarkiste, janë grupet majtiste, janë ato grupet radikale që këtë protestojnë jo vetëm për të majtët, për të djathtët, po protestojnë edhe për të majtët, edhe kundër republikanëve edhe kundër demokratëve. Janë raste të tilla siç ishin, marrim si shembull rastin e protestave të Covid-19. Pjesa më e madhe e atyre që u zhvilluan ato protesta nuk ishin se ishin qytetarë që po e ndjenin atë presionin që kishin nga brenda për atë shtrëngimin që kishin masat e atëshme të mbylljes së qytetarëve. Jo, pjesa më e madhe e atyre që dolën në protesta dhe keni pam ato pamje të tmerrshme që të Covid-19 pra në vitin 2020, ishin ata që kërkonin të përfitonin, pra që anarkistët, ata që kërkonin të vjedhin, të plaçkisnin dhe të bënin rrëmuja, duke përfituar nga këto raste dhe të arrinin deri aty sa ta pezullonin qytetet, të pezullonin dhe të bënin një dëm të madh ose një shkatrim të madh nëpër qytete, duke vjedhur në mënyrën më ordinere dhe më të përfituese për ata, pra. Po kemi dhe persona të botës kinemas dhe të spektaklit që janë përzier apo jo në këto protesta. Po këtu kemi edhe rastin më të fundit të gazetarit, të ish gazetarit të CNN-in, Don Lemon. Kemi